Soj. Po ndikimi është ndoshta më shumë indirekt. Nëse marrim rastin e Kosovës, Kosova diku ka 5% të tregtisë së saj e bën me SBA-t. Dhe vetëm ndoshta 2.5% të eksporteve i ka në SBA. Pra nuk preket direkt aq drastikisht nga kjo tarifë, për shkak se tregtia është shumë e vogël. Ndikimi mund të vjen në pasojat indirekte të cilat mund të ketë lufta tregtare, sidomos në ekonominë evropiane. Partneri kryesor ekonomik i Kosovës është Bashkimi Evropian. Nëse Bashkimi Evropian preket për shembull nga një tkurrje ekonomike, nga një recesion i shkaktuar nga tarifat, e cila do të ishte një pasojë jo e pamundur e një lufte tregtare, atë ndikimi do të jetë indirekt edhe në Kosovë, si për shembull nga kërkesa e mallarëve kosovare në tregjet evropiane, deri te ndikimi për shembull në remitanca dhe në fusha tjera ekonomike. Është një ndikim indirekt, por jo edhe i neglizhueshëm, i cili do të shkaktohej nga një luftë tregtare me pasojë të themi të dytësore dhe të treta në vendet si Kosova dhe vendet tjera të Ballkanit Perëndimor. Mirë, nëse ju referohemi pak shifrave vitin e kaluar, pra 2024 në Kosova ka eksportuar në SBA në vlerë prej 39 milion eurosh, ndërkohë që ka importuar 106.5 milion euro, që është kulmi historik, pra është një, le të themi, një farë raporti tregtar i pothuajse i papërthellshëm, është shumë i ulët, nuk ka ndonjë kështu, besoj ndonjë kompani e mesme, mos flasim për të mëdha, mund ta ketë këtë lloj tregtie me SBA-n, por sot ne pam që presidenca dhe presidentja i bëri kërkesë qeverisë që ta heqë tarifën prej 10% pra që e ka ndaj produkteve amerikane. Sa besoni që kjo do të ndihmonte sadopak që çësia qoftë edhe politike ndaj Kosovës, sepse këto masa kanë edhe konotacion, pra kanë konotacion politik para së gjithash, mund ta ndryshonte që qeveria amerikane të ishte përkrahase ndaj iniciativave të Kosovës, apo besoni që tashmë nën qeverisin e Trump është klishe të thuhet që ka mbështetje bipartizane në SBA për Kosovën, pasi Trump duket që e ka shembur tërë rendin botëror, le të themi, dhe nuk është se do merrej me një shtet të vogël siç është Kosova. Si e shihni ju, nëse nuk e zgjata shumë elaborimin? Po, jo, as pak. Ulja e tarifës e cila ekziston, e cila Kosova ka ndaj mallarëve amerikane në 0%, për shkak se, siç e thatë, shkalla e tregtisë me SBA është shumë e vogël, nuk ka ndonjë ndikim të madh ekonomik, nuk ka ndonjë ndikim të madh fiskal, pra mund edhe të bëhet, por prapë do të ishte më shumë një shprehje politike, një sinjal politik, se sa ndonjë masë përmbajtësore ekonomike. Pra mund të bëhet, mund të provohet, dhe mund të shihet nëse kjo tërheq vëmendjen e administratës amerikane në raport me Kosovën. Në anën tjetër, për shkak se, domethënë, jo vetëm çështja e tarifave, por edhe çështje tjera gjeopolitike, duke filluar nga Ukraina, duke shkuar në gaz, problemet me Kinën, kanë për shumë të madhe, nuk është e qartë që SBA do të kishte ndonjë orientim të theksuar ndaj Kosovës apo ndaj Ballkanit, duke marrë parasysh edhe kontekstin ku SBA të paktën po japin indikacione se nuk kanë të interesuara më të kenë rol të theksuar në sigurinë evropiane. Për këtë arsye është mirë të paktën që të ruhen marrëdhëniet bilaterale me SBA-t, qoftë në këto forma të sinjaleve që jepen që ne jemi të gatshëm për negocim, jemi të gatshëm për bashkëpunim edhe në këto kushte të reja, por në anën tjetër nuk është që patjetër kjo do të prodhojë ndonjë konsekuencë ekonomike dhe politike për Kosovën. Ju falenderoj shumë për kohën, zoti Pula. Faleminderit shumë. E ne të